model. Është sistem, ngritë sistem korupcion. Protesta e sotme? Tash, tani të lutem, unë e para mua më vjen keq për ato një protestus ndeshëm që shkojnë atje dhe nuk e pranojnë, të paktën, nuk e pranojnë me zë dhe figurë, edhe haptasi, edhe të distancohen nga militantë të forcave politike që marrin mjetet e forta si gur edhe çdo lloj çati të vi përmbar. Ju keni shkuar. Dhe bëjnë skena e tilla, bëjnë skena të tilla, të lutem. E bulevardit. Të lutem, kam shumë të rëndësishme. Keni shkulur gjithë plakat e bulevardit. Turpshme. Po si Sovjet turpar. Vetëm arsyeja e tyre nuk është. Të quhet kjo protestë dhunshme, ka asi me protestat e. As edhe një gjë vetëm tjetër është që duan të bëjnë destabilitet i vendit. Nuk është asgjë vetëm tjetër që në pikun më kryesor ku Shqipëria është e pozicionuar sot, që kemi hapur më në fund dhe jemi duke ecur mbrapsht me Ortmar. Kemi mbyllur 3 kapitull dhe jemi në mbyllje të 30 kapitull të tjerë. Pra në një progres të jashtëzakonshëm që e thot bota, e ka vlerësuar bota dhe vetëm në një tjetër nuk dim të vlerësojmë. Të jemi në këtë situatë është vetëm kjo protestë, unë kësaj proteste nuk i them dot civile. Do të jetë turp që unë i them, nuk mund të them një civilizim kur kërkon një Shqipëri të re dhe në përbërje të Shqipërisë të re qëllohen me vesë, qëllohen me gur dhe etiketime dhe fjalori i tyre më i ndyrë, nuk ka si në rrjetet sociale, si live, do më thënë nuk e kuptojnë. Me cilin vetë të botë, themen shpijat e qytetarëve. Qatë demokracie kërkojnë këta. Qatë demokracie. U mori nderuar, demokracia, ta kam thënë dhe një, demokracia dhe pushteti merret me votë nderuar. Zgjedhjet elektorale në 2007 janë, zgjedhjet qëndrojnë në 2009. Edhe ju e kërkuar me votë, dhe do të merret me votë, pra çdo kërkesë. Dhe ta kesh të bindur, ta kesh të bindur një gjë, që Partia Socialiste është ajo forcë politike, të lutem. Mirë, tani duhet të themi një gjë, Partia Socialiste ka vullnetin. Dosja 184. Partia Socialiste ka pasur vullnetin që në përbërje të saj. Është parlamenti legjitim, me votat të blera dhe pjellë. Partia Socialiste ka fuqinë përbërëse të vullnetit të saj. Shiko e Shijakun, se si e ke mërë votat. Dhe ka pasur vizionin për të ndryshuar këtë vend. O, të lutem, tani nuk mund të vazhdojmë do të lëvizim tani, të lutem. Am ndërhyre ti, am ndërhyre. Po jo më unë i thash, një fjalë të ndërhyra. Shiko e Shijakun. Një fjalë të ndërhyra, të lutem, të pranoj një realitet. Shiko e videon e Shijakut se si ka e morë votat. Shiko dhe bindu se sa demokratike është Partia Socialiste me votën. Shiko e pak. Në rregull. Tani, ajo që unë duhet të them që Partia Socialiste ka treguar në të gjithë i gjatësinë e saj si forcë politike, një parti që rienergjizohet dhe një parti që sot ka dhe në grupin parlamentar 53 deputet rinj. Dhe që nuk mund të thuhet që ka një reformatim të brendshëm të zgjedhje pas zgjedhje të kësaj force politike, do thënë këtë vetëm një ignorant nuk e shikon dhe nuk e dëgjon. Dhe ajo që është më e rëndësishme. Në përbërjen e Partisë Socialiste. Pse përdore fjalën ignorant ti? Ti ndikove mua pse përdore frem Bushtër. Jo, për atë. Ti pse përdore fjalën ignorant? Për atë ke drejt. Për atë ke drejt, more, për atë ke drejt. Qytetar, ti je deputet. Çfarë na keni thënë ne? Çfarë keni thënë protestë? Le të ta përfundoj si më lehtë. Pra ajo që duhet të them unë është që ju keni përdorur shprehjes forra e nga më në 13 vite qeverisë mund të kesh pasur në ndjenin time mund të kesh pasur e 60 ministra. Në ndjenin time mund të kesh pasur me qindra kryebashkiak. Dhe në ndjenin time mund të kesh pasur me qindra drejtor. Në ndjenin time mund të kesh pasur me mijëra zyrtarë që mund të kenë ndryshuar, mund të kenë lëvizur dhe nuk mund të jetë një përgjegjësi e një individi, shkallimi i një individit në aspektin morale të një besimi të një force politike që ka 100.000 antarë sot dhe pas rienergjizimit ka pasur edhe 15.000 antarë të rinë me stadium. Po problemi sidomos për administratën ndodh në momentin që nuk ka një konkurs, nuk vin me merita, por vin me preferenca dhe njerëz të cilët ne nuk i njohim fare. Sidomos në rolin drejtuese. Se lutem se nga që ministrat po e marrin vesh të një diskriminatë. Nëse ka bërë një gjë Partia Socialiste shumë mirë. Jo një minutë, nëse ka bërë një Partia Socialiste një gjë shumë mirë që ka marrë dhe vlerësimin më maksimal nga të gjithë Komisioni Europian ka qenë reformatimi i administratës publike. Administrata publike kur është marrë dhe kur është drejtuar nga zonja Koçiu, ka hyrë çdo njeri me meritokraci dhe ka nikur militantët edhe këtyre vinat se ka nikur militantët, kanë ardhur zotët në atë marrëdhënie pune dhe sot i quajnë të gjithë patronazhistë. Tani të lutem qëndrojmë